quej lidhja e Václav Havelit me disidencën çeke. Qindra nënshkrues rrezikuan bashkë me të jetën dhe qetësinë, sepse besonin në një ndryshim. Por një pyetje dhe më dramatike nxitet për jetës, mendimit dhe veprimit të Václav Havelit, se a ka pasur ndonjëherë lëvizje mendimi në jetën e shqiptarëve. Shqiptarët ndërrojnë mendim shumë ngadalë, sepse e durojnë shumë. Shqiptarët preferojnë më shumë veprimin se mendimin. Në 2 dekadat e fundme, ndoshta çasti vetëm i vënies në veprim të mendjes për atë që pritej të ndodhte, ishte koha e refleksioneve. Sepse njerëzit sapo janë zgjuar nga makti komunist. Ata duken të jenë ushqyer thellësisht me përçmimin e demokracisë, me përçmimin e tjetrit, me zilinë materiale dhe me xhelozinë shpirtërore. Ata, me shumë dëshirë lënë veten të rrëmbejnë sloganet e demagogëve dhe tribunat e mitingjeve. Shpejt krijohen dogma të reja, të cilat kanë nevojë vetëm për një rrugë për të rrëzuar, meditimin. Britmat e ekzaltuara nëpër mikrofona nuk duhet të përmbysin zërin e ulët të atij që kërkon të mendojë. Megjithatë qytetari le të zgjedhë, mitingje ose refleksione. Kemi mbetur te kryka e pusit. Megjithatë, aty poshtë ende nxin. Kemi dëshirë të kërkojmë më tej të vërtetat dhe për të reflektuar ka plot. Intelektualët shqiptar, pjesa më e madhe të cilëve i shërbyen totalitarizmit, shpesh edhe vullnetarisht, nuk do të guxonin jo të fotografoheshin përqafuar apo të trokullinin gotën e shampanjës me një lider të së shkuarës, po as të pohonin një njohje vetjake me ta. Ja, ky është Václav Havel, njeriu i qetë, i menduar, qytetar, veprues, disident, i dënuar, kryetar shteti, dramaturg, një pikpyetje madhe për historinë e mendimit në Shqipëri e në shumë vende të tjera të lidhjes. Një zë që gjeti si përgjigje jo heshtjen e shkretëtirës, por zgjimin qytetar popullor. Ai nuk rrezikohet nga depersonalizimi, sepse në kohën e dur bëri atë që duhej, dhe zëri i tij gjeti shpirtin popullor.